të caktuar. Sepse u shikojmë për shembull sidomos kultura perëndimore, e cila është kryefjale e shekullit të fundit dhe dy shekujve të fundit, sepse jetë zhvillimi, ekonomia, fuqia, ata e tranzitinuar dhe dizenjimi. Dhe botëm le të themi në aspektin e kulturës, në aspektin e ekonomisë, në aspektin e politikës, aspektin e social. Dhe është bazuar më shumë te materializmi, është bazuar më shumë edhe në aspektin e vlerave të racionalizmit, te mendja. Edhe ka nashkaluar një sër gjërash që bota i kishte planuar më përpara se i kishte si vlera që janë vlerat shpirtërore, për shembull, që janë çështje të zemrës, çështje të shpirtit. Lindja ka patur më shumë nga këto gjëra dhe gjithmonë Perëndimi ka huazuar nga lindja, kur ka marrë nga këto, por kur ka ecur përpara, kur e ka praktikosur pastaj, kur e ka praktikosur fare, ose kur ka qenë e dobët, themi kjo pjesë, atëherë natyrisht që problemet shoqërore kanë qenë më të mëdha. Krishterimi deri diku ka vendosur një lloj balance herë, por ka ngelur i dobët për shpjeguar një sër fenomenesh, sepse ka shumë fenomene që nuk i prek, nuk i kanë në themele krishterimi, sepse natyrisht është ka ardhur dhe më herët, dhe nuk është se i kanë që në gjenezë, që në burim. Të zatë këndvështrimi islam është që ai ishte vetëm për një kohë, për një periudhë, që është vështirë që ti mundoje ato. Dhe ajo që është nevoja e madhe për flotën në këtë situatë të tillë është për edhe që i zgjidh këto halla që janë duke si të pazgjidhshme, çështjet shpirtërore, çështjet sociale, çështjet familjare, çështjet e së drejtës. Është Islami, shumë çka ka brenda Islamit, pasuria janë këtyre gjërave. Janë brenda Islamit, po edhe Islami ka vuajtur prej interpretimit dhe prej përfaqësimit. Ka gati më shumë se një shekull që nuk është se ka një qendër, nuk është se ka një lloj koordinimi, le të themi, një lloj atë që quhet konsensus apo ixhmaja e dietarëve, e njerëzve të dijes, e njerëzve të kulturës në Islam që të bashkohen. Edhe ata më shumë të kanë janë kundërshtuar me njëri tjetrin, edhe kanë patur përpjekje dhe luftra të përfaqësimit. Deri diku edhe kanë eliminuar në njëri tjetrin politikisht, le themi që ta përfaqësojnë neve, të jemi ne apo të jemi ne, dhe natyrisht nuk kanë gjetur një mundësi që të jetojnë siç duhet fen islam. Edhe ajo që vuan kush është vetë bota, gjithë njerëzit vuan do një situatë të tillë nder për njerëz nuk e përqafojnë edhe nuk e përfaqësojnë siç duhet vlerën. Po, dhe që t'i japi zgjidhje çështjeve të botës, është vështirë që ta gjesh të ideologjitë e caktuara. Ato kanë ndryshuar, qoftë mendimet filozofike që nga Platoni, Aristoteli, që nga Sokrati, në herët të Descartes, Kantie dhe Rousseau-je, pra këto që janë më të njohur të Perëndimit dhe themi, Nietzsche, gjithë kanë kundërshtuar njëri tjetrin dhe kanë hedhur poshtë idetë e njëri tjetrit. Pra është e vështirë që ti marrësh si një referencë edhe si një burim i vetëm ose të bjesh dakord, dhe themi për të zgjidhur të gjithë hallet e botës. Edhe nga aspekti politik po ashtu është. Pra po të shikosh që nga mendimet e Machiavellit apo të Platonit apo të Hobbesit apo të Locke apo të Habermasit më vonë dhe të Tocquevillit apo të gjithë këto idetë ndryshme, të cilat më herë janë komplet asimetrike me njëra tjetrën dhe komplet në kundërshtim me njëra tjetrin. Është e vështirë të thuash që është kjo apo është ajo. Mirëpo njerëzimi shkret çfarë bën në një moment vështirësie, në një moment dobësie, në një moment krize të madhe,
është detyruar që të kërkojë zgjidhje. Dhe çfarë ndodh ndonjëherë kur zgjidhja e vërtetë nuk i paraqitet ose kur përfaqësohet nga ata që mundohen që ta vjedhin përfaqësimin ose mundohen që të përjashtojnë të tjerët në përfaqësim, njerëzit të gjejnë zgjidhjen në vendin e gabuar. Në një radikalizëm shkojnë në radikalizëm tjetër. Për shembull, njerëzit në shekullin e 19 ishin lodhur nga kapitalizmi. Kapitalizmi i kishte sklavëruar keq fare. Pra këto oligarkët, hase kohët, tani po kthehen pra, kishin nënshtruar masat. Dhe njerëzit ishin lodhur dhe kërkonin një zgjidhje, duke mos u ofruar një zgjidhje tamam atyre ju erdhi komunizmi. Karl Marxi me idetë e veta, edhe i nxorri nga ajo, edhe i premtoi që do të sjellë barazinë atë që u mungon, do të sjellë drejtësinë atë që u mungon, do të sjellë mirëqenien atë që u mungon, edhe kur vi komunizmi do hanë në florishin, pra ajo shpreha popullore. Çfarë solli reformimi matematik sa çfarë kishte sjell kapitalizmi? Sepse muslimanët ishte një moment i dobët për ta, nuk ishin në arenën globale. Disa e kuptuan këtë, edhe shumë kush e panë në botë islame, dhe u nisin që të gjejnë një zgjidhje. Por edhe zgjidhjen që ata dhanë ishte ajo që thash pak më përpara, duke përjashtuar dhe duke marrë atë përfaqësimin dhe duke përjashtuar njëri tjetër. Pra duke bërë si monopol fenë, që kjo na takon neve. Dhe edhe këta u radikalizuan. Pra një pjesë e myslimanëve dolën dhe u bërë radikal, edhe filluan deri të ligjëronin edhe gjëra që vetë janë bien ndesh me shpirtin e fesë. Dhe duke u huazuar nga të tjerët. Shikoj se na duhet kjo, sepse në fundet që të mbijetojë kjo, duhet që të arrijmë atje të japim një frymëmarrje islame etj. Por edhe kjo është e gabuar, sepse një rrugë të drejtë, një përfundim të drejtë nuk shkohet vetëm, nuk shkohet me mjete të gabuar, nuk mund të shkosh ti. Me mashtrime të për të arritur tek e drejta, për të arritur tek e mira. Edhe bota ku përjetojnë në sot të njëjtën situatë. Njerëzit kanë nevojë për një lloj për të shikuar mirësi, kanë nevojë për të shikuar drejtësi. Popujt të themia sepse ka ata që shfrytëzojnë këtë, ka shumë që shfrytëzojnë, kuptohet që ta shfrytëzojnë këtë situatë. Duan që të shikojnë mirëqenien, duan që të shikojnë vëllazëri, duan të shikojnë edukim, duan të shikojnë disiplinë, duan që të pajtohen me popujt, me brezat, me familjet të jetojnë. Shumica për shembull e ka atë maninë të paturit, për shembull mendoni se sa miliarder ka sot bota, ka me miliona. S'ka me miliarda, po me miliona miliarder, për shembull. Shumica e këtyre me thënë të drejtë, pra ta kam vetëm në aspektin ekonomik në që sot jepet kaq shumë rëndësi dhe të gjithë njerëzit janë të fokusuar tek ajo. A me vërtetë duhet të gjitha ajo pasuri shumica në bank për një lloj garancie. Që bëhet kam këtë, të kem edhe këtë. Një pjesë tjetër pastaj përveç garancisë do edhe për një lloj fantazie. Pastaj fillon edhe përkeqësohet situata. Dhe në ata që duan që të kenë pushtet pasaj që të manipulojnë dhe që të sulmtojnë dhe që të drejtojnë dhe që të orientojnë e kështu gjërash, pra futen gjëra të tjera. Por një pjesë e madhe është thjesht sepse e dëshiron si një lloj garancie se po bën, çfarë ndodh çështu. Në momentin që këta njerëz për shembull të jetojnë me atë ndjenjen sikurse e ka për shembull besimin që kanë normat fetare, që të shikojnë edhe hallin e botës, hallin e njerëzve të tjerë që nuk i kanë këto gjëra, vetëm në aspektin ekonomik. Pra, lulëzimi i botës për shembull se stop Beti Zaman sa i Karsi, thotë është në që smere anin e dhënës së zakatit. Vetëm ajo sjell një lloj qetësie. Dalimi ka marrë zënien e zakatit thotë. Kjo është ajo që sjell qetësinë sociale. Po do një qetësi sociale bëhet në këtë formë. Natyrisht rreth i ngritur në forma tjetër dhe s'mundet që të mundohesh të thosh ne vetëm do sjellim dhe të ta bëjmë rreth distan, sepse kjo është një sharlatanizëm tjetër, është një rrugë tjetër. Që të thesh tash edhe ti thosh fotës që mund të vendos këtu me sepse kështu dua unë, që okej, nuk mund të ndodhë. Ti jeton në festë tënde, dhe jeton besimin tënd, jeton në rrezin tënd, jeton në familjen tënde, një rreth më të gjerë që aq sa të lejohet, aq sa e pranojnë. Pra vetëm në këtë formë mundet që të bëhet. Por tendi kryesor ku ngjellet, tendi kryesor prapë është përfaqësimi të jetuar siç duhet. Në momentin që
përjetohet mirë, përfaqësohet mirë, dhe njerëzit do të arrijnë që t'i lexojnë ato gjërat, por jo vetëm që të jetojnë dhe të përjetohet mirë, por edhe të respektosh tjetër, kushdo që tjetër. Çdo lloj besimi që ti mendon se ka gabim ai, atyrish së pari ta respektosh përzgjedhjen që ka. Ashtu do të besojmë. Dikush është budist, dikush është hindui, dikush është i krishterë, dikush është hebrej. Ti je musliman, që të thuaj që ju duhet jeni musliman se ndryshon si quaj. S'mund ta bësh në gjithë. Do të quash aka. Na frish që mundet që të vish edhe në gjërat përbashkëta, të punosh për gjërat përbashkëta, të mirëqenies së botës, edhe të mirëqenies së përbashkët, të paqes së përbashkët, duke mos i vënë në pa ndasit, duke mos u marrë me shiko se juve keni këtë trinitetin e s'kem dakord me jo. Sigurisht ti s'ke për të rënë dakord me të, për atë çështje, por nuk ka nevojë që të nisësh atë, sepse ti ke 10 gjëra të tjera që ti je dakord me të. Ti je dakord që njerëzit meritojnë respekt, ti je dakord që fëmijët duhet edukuar me dashuri, ti je dakord që të rriturit duhet të respektohen, ti je dakord që të varfrit duhet të mbrohen, dhe të dobët duhet të mbrohen, dhe qindra gjëra të tjera që je dakord. Pse të mos ta nisësh shokën, që je dakord me këtë? E të japësh mundësinë që ata të analizojnë, të shikojnë, të vlerësojnë, dhe mund të ketë pastaj njerëz që do thonë që pritu vllase, pas kanë mirë këta. Edhe Islami ka gjëra të mira, ka gjëra të bukura, ka gjëra të shkëlqyera, sa që nuk ka askush në botë që të mos thojë që këta e kanë mirë. Por ama nga ana e përfaqësimit, edhe nga ana e nxitimit, dhe nga ana tjetër, nga ana e asaj dëshirës për të qenë përfaqësues legjitim ose përfaqësues me pahir për të marrë monopolin e fesë dhe të besimit, ajo pastaj bëhet shtytse, bëhet e pa pranueshme për popujt e tjerë, edhe për njerëz të tjerë, për grupe të tjera. Nga ana tjetër, kam mendin që je me një saf, nuk mundohesh që të imponohesh, por mundohesh të jetosh, të pasqyrosh atë jetën, dhe të jesh krenar për atë që jeton. Kaq, pa cënuar identitetin e tjetër kujt, edhe pa i rënë hak tjetër kujt, pa ofenduar askënd me fjalë për atë që është, pa u kadër në atë dhe me askënd për zgjedhjen që ka bërë, por ti duke jetuar atë që ti ke. Pra kjo është një nga mënyrat se si. Dhe njerëzit pastaj nëse ti beson të ke vërtet afeksion dhe ke një lidhje me atë që beson, atëherë që do jetosh sipas asaj. Dhe në momentin që ti jeton sipas asaj, njerëzit do ta vërejnë këtë. Ata që do ta vlerësojnë, do ta vlerësojnë. Në fundit, edhe ajo është me zgjedhje, kujdir, nuk është se mund të detyrojë. Atë që se ka detyruar Zoti nuk mund ta detyrojë, nuk mund ta detyrojë robi. Por ma themis është që ta bësh gjën me sinqeritet. Dhe kur e bën me sinqeritet, edhe ato produkte do të jenë të tilla. Kur e bën pastaj me të tjera agenda, për shkak se shumica nuk kanë agenda fare aty. Mirë. Bërtasin kota dhe kanë tjera interesa. Shumica bën për interesa të tjera, me fjalë thjesht i përdorin në vërtetat e fesë, për shembull. Dhe thonë që ne jemi feja. Kështu i shkatrojnë me fenë, për dhe prishin dhe atë, dhe ju rishin dhe mundësive mira njerëzve, miliona njerëzve ndoshta që të bëhen besimtarë, pra marrin gjunahet edhe të njerëzve të tjerë, duke pretenduar se ata feja. Këtë çdo kush mund ta bëjë, nuk kemi asnjëri kemi na imunitet nga kjo situatë. Pra në momentin që ti pretendon se ti je ashtu, ti jetoj dhe të shpjegohet që ti mendon se është e drejtë, formis, jo të frishësh edhe të shkatrosh, edhe të mendosh se do zgjidhësh gjë duke pretenduar monopolin e të drejtës, sepse këmbështimet mund të jenë vështirë në një të ndryshëm. Njerëzit që e shikojnë në parimet e tij, ai është buxheti i vet, për shembull. Ai është buxheti i vet. Ai është i përseluri vet, për shembull. Mirë, ta shikosh në pretendon që është Abu Bekri. Pretendon që është Omeri, thotë po jam feja, thotë. Se feja është kështu, shembull nga ato. Pretendon se është sahabi i profetit. Sa dhe se në kohën, në anë tjetër, kur e shikon nga gjeta, kur e shikon nga parimet, kur e shikon se çfarë do të çfarë do, nuk ka lidhje asnjë gjëra, as me kanë këtë gjë. Dhe tash po njerëzit nuk është se të gjithë dallojnë dot këtë. Jo të gjithë dallojnë dot këtë. Pastaj ndonjëherë një interes i çastit nuk e jep mundësinë që. Po mendoj se çfarë gjënavi i madh është që të futesh në një situatë tjetër. Prandaj
edhe ashtu si kurse bota ka nevojë për Islamin, Islami ka nevojë për përfaqësues të mirë, të denj. Dhe vetëm kur ka përfaqësues të hajrit, vetëm atëherë mundet që të bëhet të ecë bota në këtë. Sepse shumë kush për shembull nga muslimanët e shikojnë çështjen se kush do sundojnë muslimanët dhe muslimanët dhe grupet konsumtimi, edhe merret me sundimin e kësaj bote, se kush e ka sunduar këtë botë deri sot. Interesante që shumë për asnjëri, dhe gjithë kanë ikur. Kush e disa profetë kanë ardhur dhe kanë ikur. Më të mirë se ata më kam, ata se ka sunduar këtë botë. Kush e disa mbretëre sa sultanë kanë ardhur dhe kanë ikur. Kush e disa sa gjenerali kanë ardhur dhe sa revolucionarë kanë ikur, sa filozofë kanë ardhur dhe sa shkrimtarë dhe sa mendje të ndritura dhe të këqija kanë ardhur në këtë botë dhe kanë ikur. Asnjëri se ka sunduar botë. Çka kërkojnë këta njerëz? Do kërkojnë që të sundojnë botën, po jo vëlla, nuk e mirë të sundojnë botën. Musliman nuk ka një qëllim të tillë që të sundojnë botën. As të bëjnë perandori, as të bëjnë shtete, as të bëjnë klasë, të bëjnë atë. Në vetëm një qëllim, që të jetojmë sipas fesë dhe të shpjegojmë të jetojnë. Në qoftë se arrijmë ta bëjmë këtë, nuk ka rëndësi fare se çfarë emri i vët njëri shtetit, nuk ka rëndësi se çfarë emri i vët tjetër perandorisë, nuk ka rëndësi fare, edhe historia ka treguar këtë. Muslimanët kanë jetuar në regjimin e me vitve, pra pasën hapë edhe të temë, kanë jetuar në regjimin e Abbasitëve, a ka patur dhona atëre, ka patur në kohën e me vitve, janë bërë një prej të profetit, janë bërë sahabët e profetit. Kush e ka bërë një komparatë solidarë që mendon se do të mbrojtë Islamin, mendon një Jezidin për shumë, mendon do se Haxhaxhin për shumë, i bëshën diktator, bëshën kreu i shtetit Islam për shumë, s'ka lidhje me nuk duhet shikuar kështu. Mongoli pranon Islamin, muslimanët ishin edhe në Mongoli. Nga anët e Osmanët pranon Islamin, po atë gjithë drejtuesit e tyre ishin kështu njerëz të shkëlqyer jo, prej tyre kishte ndoshta den evlia. Prej atyre kishte mizor, ty kanë ndër mizorit të çdo kujt. Mund të kishte, nuk është një çudi e madhe kjo. Muslimanët kanë jetuar në vende të ndryshme atëherë kur ishin ndarë këtu në Afrikë, kanë jetuar në gjithë Afrikën në fejnë. Muslimanët kanë emigruar në Amerikë, kanë emigruar shpejt, për shembull çfarë janë këto me ngjyrë për shembull ato muslimanë me ngjyrë atë kanë vajtur ndoshta që në kohë të hershme, pra që shumë shekuj më përpara. Madje që në atë kur ky Amerika Vespucci vajtja e kenë në fund gjetë gjurmë muslimanësh. Se kishte vajtur se si kishin nashtuar atë, pra po të shikojnë gjurmë të historisë kanë vajtur shumë herët edhe atje. Pra vajtën në Andaluzi, jetuan në Europë, jetuan një vend me shumicë të krishterë, themi për 7 shekuj. Në një farë mënyrë jetuan një lloj paqe, jetuan një lloj dialogi, një lloj harmonie. Mund të jetohet shteti Andaluzis nuk ishte quhet shteti Islam, sepse ishte shteti për shembull Osman nuk është quhet shteti Islam për shkak. Ishte perandoria osmane atyre, madje Fatimi që kur mori Konstantinopojës, pretendoi që ishte mbreti i Romës. Ne mbreti i Romës, pra në fund është pushtet politik. Dhe njerëzit ngatrojnë fenë, ngatrojnë politikën, ngatrojnë gjithë këta drejtues apo shtete apo kështu janë muslimanë aq se në parimet islame, nuk janë aq sa zotrojnë dhe sa zumtojnë, edhe sa syndojnë, edhe sa të mëdhenj janë në aspektin politik, ushtarak, edhe të sundimit. Por janë aq sa jetojnë fenë, aq janë muslimanë. Edhe sot një musliman është musliman jo sepse është arab dhe të gjithë arabët janë musliman, pra shumica të rusëve të rinj, apo është më pak musliman sepse jeton në një vend ku ka një pakicë muslimanësh në të. Pra ka 1% shumë të vogël, edhe ai është pak musliman, jo nuk ka një gjë të tillë. Sot, zatë nuk dojnë fare gjërat e shtu. Mirë një devotshëm mund të jetë në një vend tjetër. Shumë prej këtyre për shembull dietarëve të muslimanë nga këto republika isha diktatorë për shembull. Imam Buhariu, Imam Muslimi për shembull. Imam Maturidiu për shembull. Dhe gjithë këta kanë ardhur nga këto nga Osmanit. Ishte publika në Semerkandi, pra ku është tani Uzbekistani, ku është Azerbajxhani, ku jatë nga këto vende, shumë larg në Mekka, shumë larg në qendrën e Islamit. Nuk ka lidhje. Kështë thënë që tjetë
pra as me origjinën, as me atë, por është me parimet në atë çfarë jeton, edhe se si jeton. Edhe mund të dalin njerëzit në çdo vend, mund të dalin, por në momentin që muslimanët do ta shfrytëzojnë për mirë, për hajër këtë situatë që në bota ndodhet, këtë krizë do ndihmojnë që kjo krizë të kalojë në favor të njerëzillëkut, në favor të mirësisë, në favor të harmonisë, në favor të vllazërisë, edhe t'i japi një dorë probleme sociale, probleme shpirtërore që bota ka. Atëherë gjërat do shkojnë mirë, do shkojnë për hajër. Por ana tjetër, nëse nuk do ta bëjë detyrën, do griten mes njëri tjetrit se kush do marrë stafetën dhe kush do të drejtojë, edhe do e lënë detyrën dhe do rendin si të tjerët pas botës, sepse ky është një rrezik, është një lloj rreziku, ka rrezikimin të macsaj, që të mos të preokupon fare për çështjet e besimit, çështjen e fesë, dhe që të mos të ose unë ndjej fare për shembull për të bërë diçka të hajrit, për pasqyruar, për edukimin e brezave, për edukimin e fëmijëve, edhe për të pasqyruar edhe për të le themi për të dhënë diçka në këtë aspekt. Atëra ka më keq ka për të bërë. Kjo situatë krize do kthehet në një super krizë. Në super krizë, derisa mos ketë më vend për botën, shumë bota do shkatërrohet vetë. Por në një farë mënyrë, njerëzit e hajrit, njerëzit që besojnë, edhe njerëzit që kanë insaf, që kanë një lloj insaf si të ebën në Shqipëri, nëse të më insaf, këshmi, atë? Jep të vëllurit? Jo, që të pranosh të drejtën të drejtën, pra pavarësisht se mund ta ketë edhe kundërshtari, pra ose për shembull të thosh tjetrit për atë që ka. Ajo që shpjegon si shpreha është japësh Cezarit dhe ti që takon Cezarit. Pra, japësh kujt çfarë meriton ti japësh. Pra, kjo është libri. Të është kujt libri. Pra, pavarësisht se të pëlqen ose s'të pëlqen, në fakt, po ti është ndërsa njerëzit pa insaf janë njerëzit që shikoj se ky është kundërshtar dhe ky meriton të gjitha të këqija. Njeriu që ka insaf është që ky është kundërshtar, por ka këto vlera. Prit se ky është njeri i drejtë. Mund të jetë kundërshtar, por nuk thon kështu gjëra. Ky është kundërshtar, por nuk vjedh. Ky është kundërshtar, por nuk pret. Ky është kundërshtar, por luan sipas rregullave këtë temët. Pra kjo është që të kesh lloj insafi. Edhe nëse një besimtar nuk e ka këtë, do të s'ka marrë shumë nga feja, s'ka marrë shumë nga besimi. Egoizmi është një çështje që bie ndesh me shumë prej vlerave të besimit. Edhe fatkeqësisht shumica e përfaqësuesve të muslimanëve, ata që mundohen që dohen si përfaqësues janë në këtë situatë. E prandaj edhe muslimanët dhe mirëkohë, sepse janë të situatën e egoistit. Nuk po them, që s'ka dietar dhe njerëz të hajrit dhe përfaqësues të mirë të ndershëm, por ajde që këta mbjellën pak, është pa mundur që kjo të kthehet në frym. Pa që kjo të kthehet në një lloj vlere të qëndrueshme, ku njerëzit ta shikojnë dhe ta jetojnë njëri thonë, është sa bukur, shikoj sa vllazëri paska këtu, shikoj sa mirësi paska këtu, shikoj se çfarë solidariteti paska këtu. E thonë këtë. Nëse se thonë këtë, po të se pa mjaftueshme. Kjo do të thotë që jetojnë në vorbullën e egoizmit. Edhe muslimanët. Në momentin që do heqin dorë nga këto gjëra, dhe në momentin që do përqafojnë vlerat reale të fesë, edhe kjo çështje mund mos jetë në karakterin njerëzor, njeriu mund të jetë arritur me larg këtyre vlerave. Por Islami ka këto vlera. Njeriu mund të përfitojë vetë si në karakter të dytë. Pra ti në vetvete mund të jesh shumë lakmitar. Në vetvete mund të jesh shumë hibeqar. Në vetvete mund të jesh shumë ziliqar. Mund të jesh i pangohur. Mund të kesh shumë cilësi negative dhe shumë potenciale për të bërë keqe, për të prishur, për të shkatruar. Edhe mund të jesh i paduruar, për shembull, mundet që të mos të durosh asnjë gjë, që të mos kesh ti pushtetin dorë etj. Por ama Islami ka ato edukat, ato vlera, ato disiplina, ato rregulla që ti mund të përfitosh karakterin tënd. Edhe thosh
Pra ta kanalizosh atë karakterin, nëse unë jam i egër, atë egërsi ta kthej për drejtësinë. Pra unë këtë do ta përdor që të ruaj të drejtën, për shembull. Nëse je lakmitar për shembull, këtë do ta përdor që të përfitoj dhe të bëj pamirësi sa më shumë. Ti kam atë që do bëj, është dua që të kem pasuri që kështu më film. Thuaç ti që mos e kërko pasurinë, bien ndesh me natyrën njerëzore kjo. Ose ti thuaç një personi për shembull që ti mos je ambicioz me fjalë, ai është ambicioz në botë do që të drejtoj botën. Lart atë le ta drejtoj, ti kërkoj diçka që çfarë të bëj të kontribuoj me atë dijen që ka, me atë arritje që ka, të kontribuoj për njerëzit, të kontribuoj për ta kanalizosh në këtë format të caktuar, jo duke kshuar miqësi, duke nxjerrur amicin, por duke nxitur atë bashkëpunimin. Këtë ta bësh jo vetëm musliman, por edhe musliman, jo muslimanët. Për shembull, çfarë përfiton me fjalë? Shumë sepse do bëj debate tash me një të krishterë apo me një hebre apo me një tjetër se kush e ka fajin për këtë dhe kush e ka fajin për atë. Edhe ta nisësh historinë që nga kryqëzatat për shembull. Ose ta nisësh që nga ato çfarë i bën hebrejt profetit për shembull si e trajtojnë si kështu. Apo siç e bën shiat për shembull që shikojnë se si shtatë ata na vratë në një të librit të profetit ju keni fajin në kështu gjësh, edhe të kish armiqësi sot pas shekujsh. Do të hesur përpara, të përvojtur vlerat edhe normat, jo duke u marrë me ndasit me njëri tjetër. Kjo mund të sjellë edhe mirë botës, mund ta sjellë edhe mirë neve. Sa qëllimi është që kur dalim më dematancë të ikim. Kjo se përket askujt kjo botë. Kjo është kalimtar. Ai që se di, do marrë vesh ditë. Punë vitesh ose dekadash për disa shpënditësh në fjalë dhe për disa mund të jetë shumë vitesh me fjalë gjithë dhe zoti ju dhënë urë të madh. Edhe të qatë dhe punë të hajt në atë por që çështja është që po se kuptuam këtë, vetëm se i shtojmë vuajtje vetes. Edhe në këtë botë i shtojmë vuajtje sepse në vuajtje kthehet ajo. Një diçka që nuk ka për të zotëruar një ditë, ti mundohesh të azotrosh. Pa kem këtë. Që do kesh. Ka është pasur shumë të mirë se saj. Ty edhe se kam patur këtë. Çfarë bësh? Kjo është çështja. Jetosh ato logjikë, kjo është logjika. Atë detyria, kjo është detyria. Por duhet që të shikosh në zemër dhe në shpirt këtë gjë. Ta këtu i ka feja islame. Se jo si detyrat logjikës, për shembull në atë po të shikosh gjërat shkencore dhe gjërat logjike në atë që një jetë Kurani po të marrësh, po lexoje diku një ditë për shembull. Ishte një jetë që tregonte për mizën. Për surën Hax, thotë ja ayuhan nasu duriba mathalu fastami'u lahu. Sajtë njerëz thotë, shiko thotë se po jepet një shembull, thotë dëgjoni pak thotë. Inna alladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lahu. Ata të cilët ju ja adhuroni në vend të Zotit, nuk krijojnë dot një mizë edhe sikur të bashkohet të gjithë thotë. Dhe aty po bashkoja këtë vitën tregonte atë madhështinë e krijimit të mizës, si ishte miza. Miza kishte thoshte 1500 sy në një krah dhe 1500 sy në krahun tjetër për fjalë. Dhe kishte si kamera ato, se cila nga këto në film nga syt, si thua, ishte një format në këto receptorë si ka ato. Edhe i filmonte gjërat shumë shpejt, në një mënyrë shumë shpejt, për shembull ti kur mundohesh që ti gjush mizës, miza fluturon direkt në fjalë. Dhe në qoftë se i do të marrë diçka nga miza, se merr dot atë thotë Kurani. Thotë. Atë që ajo ka marrë prej teje nuk ja merr dot. Ikën shumë shpejt, dhe ajo e bën atë me 1/10 të sekondës si merr dhe i përpunon të dhënat shumë shpejt, atë që shikon me ato kamerët me ato. Edhe shikon 360 gradë, gjithandaj. Është çuditshme më fjalë. Madje çdo